Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndetje të nderuar shikues, takohemi sërish së bashku në emisionin Rruga e Ndriçuar me profesor Dr. Shefqet Krasniqin. Emisioni drejt për drejt dhe njëkohësisht është kontaktues i hapur për shikuesit tanë, i cili transmetohet në 3 televizione, TV Vali, TV Mitrovica dhe TV Prizreni, njëkohësisht në Radio Pendime dhe mund ta shikoni edhe në YouTube. Si zakonisht, pjesa e parë e këtij emisioni është pra që trajtojmë një temë e pastaj pjesa e dytë e hapur për ju të nderuar shikues. Hoxhë nderuar, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se ju gjej. Allah e shpëlbeft. Atë do të flasim sonte inshallah për rolin dhe rëndësinë e xhamive. Sigurisht është një temë pak shumë e gjatë, mirë po do të mundohemi në pika të shkurta, meqense thash pjesa e dytë është që shikuesit tanë presin ndoshta pak më shumë për të marrë përgjigje apo këshilla nga ju. Historiku i xhamive ose i xhamisë në pika shkurta. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, për të madhit Allah, i cili e ka bërë xhamin vend ku ushqehet shpirti, freskohet zemra, forcohet lidhja mes robit dhe Zotit. Pastaj gjithsesi qëjmë shumë selam atij të dashurit Allahut, i cili aq shumë kujdes për xhami, bile më shumë se sa për shtëpinë e vet. Sepse kur është përngull nga Mekka për në Medinë, vendi huaj, gjën e parë të cilën e bëri ishte ndërtimi një xhamie, e jo një shtëpie. Jo, xhamin mas pare, për musliman, e ka vakt për shtëpi. Për nga ana historike, xhamia e parë në rrezullin toksor është Çabja, e bekuar. Ka thënë Allahu: Inna awwala bejtin wudi'a linnasi lallati bi Bekkete. Shtëpia e parë cila është ndërtuar për njerëzimin është ajo që është Mekë, Çabja. Që jep me kuptu se historiku i xhamive është i vjetër sa vetë njeriu. Dhe se Allahu i madhruar që nga fillimi kur i krijoi njerëzimin, i a bëri xhamin pjesë të jetës tina, të pandashme. Dhe kanë vazhduar pastaj popujt e mëvonshëm, në krye tyre pejgamber të Zotit, pasues të tyre, të çmuan të vlerësojnë shumë faltorët e tyre. Derisa është marruar pastaj edhe xhamia e dytë Mesjidul Aqsa në Quds Sharif, dhe pastaj xhamia e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu me radhë. Nga ana tjetër, historia na mëson, e para saj na mëson Kurani, se të gjithë popujt e botës, asnjë popull në botë në mënyrë absolute, dhe mos e ledh se së në rëzën këtë ide, këtë teori. Në mënyrë absolute, të gjithë popujt e botës i kanë faltore të veta. Nuk ka popull në botë, nuk njeh historia, që nuk ka faltore, vende të caktuara, të definuara për adhurim, për përkushtim, për madhërim.
Kurani na mëson se edhe të krishterët dhe çifotët, në veçanti çifotët që janë popull shumë i vjetër, kanë pasur faltore të tyre dhe vazhdojnë natyrisht të kenë. Vetëm se me emra ndryshojnë. Përndryshe, qëllimi është madhrimi për kushtimin ndaj të madhit Zot dhe quhen vendet shejta. Tek ne në Islam, ne i themi shqiptarët xhami, por më mirë është të quhet mesgjid. Allahu i madhruar në 28 ajete në Koran e përmend xhamin mesgjidin, që jep me kuptu se atë shumë rëndësi kushton xhamive. E çfarë dallimi ka mes xhamis dhe mes mesgjidit? Mesgjidi është vend falje, faltore. Rrjedh prej fjalës sejdë, vendi ku i bie njeriu në sejdë Zotit. E nëmën të kësaj pjese, të këtij riti të namazit, e që është ramja në sejdë, është marrë edhe vendi ku bie në sejdë njeriu, dhe është quajtur mesgjid, pra vendi ku bie në sejdë presi xhami. Nuk është quajtur nëmën të rukus, as nëmën të tehiatit, as nëmën të qëndrimit në kam, po nëmën të sejdës, që jep me kuptu gjithashtu se sejdja është pjesa më e rëndësishme gjatë riteve të namazit të robi Zotit në raport me Allahun. Është më rëndësishmja. Pra nëmën sejdës është quajtur edhe mesgjid, vendi ku falemi. Xhamit në terminologjinë e fikhut, jurisprudencës islame, janë mesgjidet më dha, në të cilat falet xhumaja. Mund të falet edhe bajrami. Ndërsa mesgjidet janë xhamiat vogla, në të cilat falen 5 kohë namaz. Allahu i madhruar shaj respekti xhamiat ja ka atribu vetvetes së vet. Dhe ka thonë se xhamiat janë të Zotit. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dhe mesgjidet, xhamit janë për Allahun dhe janë të Allahut. Ndaj mos adhuroni askën tjetër pas Allahut. Shaj respekti, xhamia, shtëpia, për ata ne themi shtëpia e Zotit. Kush është cila shtëpia e Zotit? Xhamia. E që Zoti ka shtëpi jo në mënyrë figurative, shenjë respekti dhe shejtërie për atë vend. Quhet xhami, shtëpia e Zotit. Shaj respekti dhe shaj shejtërie për atë vend i cili dedikohet për të madhruar Allahun Azza wa Jall. Xhamit, mesgjidet, janë vendet më të shejta në tokë të Zotit. Janë më të dashura tek Allahu. Allahu ka dashur shtyllën, farzën, obligimin më të rëndësishëm të Islamit, e që është namazi, e ka lidhë me xhami. Se ka lidhë agjerimin. Njeri mund të agjerë pashku në xhami kur. As se qatë, njeri mund të jap zeqat pashku në xhami kur. Është në mal jetën, në mal vetën. Ka dele, ka lëp, ka baktia tje, ka dhe s'ka xhami aty ai. Aja dhe rënë Zotin ledina, malën, fush. Me muje në shkën xhami. As gjumon se ka bërë qaj. Por këtë zeqate e din që kohë zeqatit dhe zbret qytet, ose e thjerë për i poshtë, vinja marrë zeqatin. Nuk lidhet me xhami. Namazi lidhet me xhami. Pra Allahu ka desht shtyllën më të rëndësishme të fesë, Islamin, me lidhën me xhami,
me mesgjid, dhe atë 5 herë në ditë. Për atë arsye, krejt ulemaja të dynjas, kanë thonë, se është obligim, vajib, i çdo lagje, jo çdo fshat, i çdo lagje, sepse mund t'jetë fshat me disa lagje, fshat e madh, po t'jetë një fshat i vogël, sikurse një lagje s'prish punë, duhet ta ketë xhamin e vet. Vajib e kanë. Gjithsesi, janë përgjegjës banorët e atij fshati, e atij qyteti, e atij lokacioni, e atij vend banimi. Po flas për musliman gjithmonë, që vazhdojnë të jetojnë me dekada, gjenerat pas gjenerate, i kanë shtëpitë e veta, kushtet mira, edhe nuk e ndërtojnë një xhami. Për ta thirrë ezanën 5 herë në ditë, për ata që dojnë me shku më falë. Xhamia kërkon shariat nuk figuron, se duhet të jetë prej mermere, prej diamante, prej are, prej zbukurime ndryshme. Nuk figuron. Xhamia e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam ka qenë piçkafit, balë të lloç, shtylla të hurmeve dhe të mbuluar me deg gjethet hurmeve. Kaq, po është mërhenda tokë, zallë, tokë. Pra, nuk kërkohet që xhamia të jenë më të mirë se shtëpiat tona. Pa them këtë kushtimisht, mos e mendoni njerëz se dohet me kanë ku më ditë sa parë me dhënë për xhamie, s'kemë andej këndej. Patjetër me qenë zbukuruar. Po jo, xhamia burr, xhami me çfarë do të qoftë xhamia? Vend qoftë edhe vendi thurrur, me çfarë do të qoftë, një vend i dedikuar ku të thirrë të zani falen muslimanët. A është tent, a është lloj ode, a është marruar me qerpeqa, me balta, punë vogël është ajo. A ka kube, s'ka, ka minare, s'ka, krejtë në punë të vogla me pas xhami. Xhamia ka një rëndësi jashtëzakonisht madhe në jetën e muslimanit. Nuk ka vend në tokë të Zotit ku spastrohen zemrat nga ndryshku i gjunaheve më shumë se sa në xhami. Nuk ka vend ku kërkohet falje më shumë Zotit dhe që falen më shumë mëkate se sa në xhami. Nuk ka vend ku zbuten zemrat më shumë. Përmirësohet karakteri individit më shumë se sa në xhami. Për ata pejgamberi ka thonë, el mesgjidu bejtu kulli taqi. Xhamia është shtëpia e çdo njeriu të devotshëm. Çdo musliman e ndjen veten në xhami më rahat, më qetë, se në shtëpinë e vet. Xhamia në Islam, roli saj ka qenë në kulminacion. Jo vetëm nga adhurimi dhe ibadeti, jo vetëm nga ofrimi i shoqërisë, i banorëve të lagjes së qytetit, po pa mes veti. Të imagjino sot kur shkojmë për xhamia ne. Bëhet një javë, 2 javë këshin të në dytën, tretën të nuk e sheh. Kur dëgjon ndoshta mas 6 muaj më të motë që ka vdek, kush ka vdek, këshia, ose ka shumë gurbet, bresa ku pa më ti. Po s'ka pas i interesuar pa, më s'ka pa. Po të shkojmë në xhami, se të mungon një herë 2 të bjen në sy. Kush ka i filani? E vrejnë mungesën. E vrejnë se është mahzon, është i mërzitshëm, e ndonë dikun të farë halë ki. Kam mërzi, hollu këto. Kam nevoj, kam të smut, kam hollu këto. Bashkaresht ndihmojmë ne. Sa problemi zgjedhet në dynja ekonomik, dhe më thonë nga varfëria, social, probleme familjare, e lloj tjera, sa shumë janë zgjedhur për xhamia dhe zgjedhen xhamia. Xhamia
përpos që ka rolin kyç dhe kryesor shpirtëror, ka dhe rolin tjetër tjetës faktorëve të përgjithshëm të jetës. Xhamia është shkolla e parë ku fëmijët i mësojnë parimet e fesë, të cilat e lidhin me Zotin e tyre. Vazhdimisht e mësojnë të kaluarën e tyre dhe të muslimanëve të parë, e mësojnë edhe tashmen, edhe përgatiten për sfidat të ardhshmes. Xhamia ka qenë universitet ku ka përmbledhur ulema dhe dietar të gjitha lëmive që kanë qenë prezent në atë kohë, të lëmive të ndryshme, jo vetëm fetare, gjithsesi, por edhe letrare, gjuhësore dhe ato shkencore, si mjekësie, matematike, astronomie, fizike e tjerë, në xhamia. Xhamia ka ndalur ulema dietar gjigant, të cilët e kanë ndryshuar botën. Ekspert të fushave të ndryshme. Për xhamia u kanë dalë. Pra universitete. Zaten, edhe universiteti i parë, Xhamia Zejtun, në Tunis, është për xhamis. është shndruar në universitet. Xhamia Al-Azhar, Azhari Sharif, në Kairo, është për xhamis. Nga kjo fush, nga kjo kant. Xhamit i kanë përdorur musliman tamam sikur se parlamentet që janë sot, identik. Aty janë të buar dhe konsultuar për çdo problem që ka pas shteti. Dhe atë kanë qurë dorën dhe kanë folë dhe kanë debatue, qysh debatojnë parlament. Pra xhamia ka luajtur, xhamia janë bërë fejesat, martesat, kororat, janë pajtuar gjaqet, janë udhëzuar drejtu njerëzit, vend takimi njerëzve. Pika kyçe, boshti kryesor i ati vendi asaj lagjit i qytetit ka qenë xhamia. Dhe kjo ka vazhduar për një kohë të gjatë. Pra jo thjesht vetëm namazin, por edhe shumë fusha të tjera. Allahu i madhruar pra ka ngritur xhamin shumë lart. E sevap shkon xhamia shumë edhe ti me gjatë që shta edhe ti, por më lejon edhe dy fjalë për ata të cilët punojnë kundër xhamiave. Allahu i madhruar është kërcënuar në mënyrë më të rëndë atyre të cilët ndalojnë ndërtimin e xhamive dhe atyre të cilët ecën dhe punojnë për me ndal xhamit së funksionuare apo me prish krejt. Ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Wa man adhlamu mimman mana'a masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu aw sa'a fi kharabiha." Aka ma zullumçar, aka ma mizar, se sa ai njeri i cili i ndal, i pengon ndërtimin e xhamive dhe personi tjetër i cili i rënon xhamiat apo hec me i ndal, me bloku xhamiat së punuare, së funksionuare. Mirë ai njeri për shpirtin e vet. Mirë ai mirë për shpirtin e vet. I cili hen në njërë për ty një grupeve. Po që se dyshanin këta që po e them, për cilëne qatë person, jo një javën i muj, dhe i desaj për cilëne. Për cilëne dhere sa të vdes, qysh kom japru zote që ati njëri ju, i cili nuk të në marru xhamin, ku do qoftë, në të shkur se për nga dikon, se ti në bërteme në bërtanës, më marru xhamin, në bërtoj, të këto zërpuar, po flasëm kushte normale natyrisht, apo i pengon njerëzit me fal namazin, i pengon njerëzit me dhënë ligjëratën, i pengon njerëzit me thirrë ezanën, i pengon njerëzit me adhurimin e Zotit në xhami. Për cilën që ka me ardhur fund atyre njerëzve. Allahu i madhruar na ka urdhëruar edhe me Kur'an, në suratul Hajj, që musliman duhet të mbrojnë faltorët, dhe jo të faltorët xhamiat, por faltorët e tjera, të krishterëve, të qifotëve,
dhe kështu me radhë. Dhe nga ky parim, muslimanët që nga dita e parë kur kanë dalë jashtë kufijve të shtetit të tyre, të atyre trojeve, ata s'kanë konsideruar shtet është bërë ma vonë, kur kanë dalë në perandorinë bizantine këndej dhe kanë hasur me faltore, edhe perandorinë persiane ndej, e kanë implementuar këtë në praktikë, respektimin e faltoreve të feve të tjera. Pavarësisht e beson atë fe nuk e beson, duhet jetë respekt. Gjithsesi. Për hatër se ata konsiderojnë vend të shenjtë, duhet të respektosh njerëzve. Xhamiat nuk preken, kishat nuk preken, sinagogat nuk preken, faltorët përgjithësi nuk preken, ato besin që janë lehin njerëz të lirë të adhurojnë Zotin xhallahu. Po gjëndëruar, ceket që xhamit dikur do thotë në kohën e pejgamberit alayhis salam nuk kanë qenë edhe shumë të dekoruara ose të zbukuruara. Megjithatë, në kohën kur ne po jetojmë ato janë të zbukuruara me obore ndryshme kështu në radhë. Por shumicën e tyre e shohim të zbukuruara dhe të pastra, por kemi nga ato xhami që ndoshta ato nuk kanë shumë kujdes nga xhamati apo në përgjithësi nga udhëhecit e asaj xhamie. Cili është obligimi i besimtarit ndaj xhamisë për me mbajt atë, sepse sigurisht dikush duhet me mbajt xhamin, pastaj oborën edhe në përgjithësi kështu. Muslimanët e parë nuk janë dhënë mas zbukurimit të xhamive. Bile pejgamberi alayhi salatu wassalam zbukurimin e xhamive me kaligrafie, me lule, me ngjyrtaret, ndoshta me pjesëtaret e kudiun, ka konsideruar për shenjë të kiametit. E që i bie se këtë do të bëhet në fund dunjas, dhe është duke bërë sot. Sot njerëzit ma shumë të fokusuar me zbukuru xhamin, se sa që të fokusuar me madhru e Zotin xhamijat. Me shtu xhamat. Po me shtu xhamatin dhe po. Kjo nuk në rregull, por me gjithatë nash, le të ndërtohen xhamit. Le të ndërtohen xhamit, le të japin njerëz për xhami se i paguhet të Zoti gjindet, inshallah. Mileti jonë në veçantinë e Kosovarët, sepse vëllezërit tonë ande Maqedoni dhe lugini e Preshevës dallojnë shumë prej kosovarëve. Ne mos flasim për Shqipëri. Kanë traditë jashtëzakonisht mirë në dy elemente sa për këtë xhamive. Edhe në ndërtimin e xhamive, po edhe në mirëmbajtjen e xhamive. Ndërtimin e xhamive bojnë gara dhe nuk ka nevojë për donacione të jashtme, vetëm ndërtojnë xhamia të burr. Dhe kjo është për mrekulli, nuk ka fshat që s'ka xhami, bile shumë fshatra nga dy xhamia i kanë. Hini të tovën Gostivare, shkon ato nga Kumanova, kështu me radhë. Në anën tjetër i mbajnë xhamit brenda jashtëzakonisht mirë. Ne në Kosovë asnjë element nuk e kemi të zhvilluar si duhet. Ne kosovarët shumë pak për mos me thonë fare nuk japin për xhami, edhe dyta nuk i mirëmbajmë xhamit. Me keqardhje e them, xhamit në Kosovë tek ne janë shumë të papastërta. Po flas për një pjesë dërmuese të xhamive natyrisht, jo ka përjashtime, por në vija trasha se xhami janë të papastërta. Nuk ka mirëmbajtje. Nuk ka mirëmbajtje. Dhe kjo është dobësi e popullit si popull, apo si xhamat, por ndoshta një pjesë të fajit e ka edhe këshilli i xhamisë. Edhe këshilli i xhamisë. Sepse nuk po them që hoxha ka faj, as po them që nuk ka faj. Sepse hoxha, imami nuk është i dedikuar për me thirrë ezanin muezin, për me mbërmbajtje xhamin, jo, ai ka punë tjera, do të më do punë. Po, është mirë vaj mi nxit njerëzit, mi au kujtue dhe hecave xhamisë, këshillit xhamisë, dohet me caktu dikën do ju njerëz. A me para vullnetare që është e juaja për xhamia dohet me mbajt që me mbajnë në shtëpitë tona. Unë konsideroj, me një jam më mërë qashtu, se
Të gjithë ne shtëpia tonë e mirëbajna më mirë, më paqt se sa xhamit. Edhe kemi vjenat edhe mërzitna pse. Pse unë mirëbaj shtëpinë tam dhe të shtëpinë tonë, dhe ai që të shtëpinë vet, ndërsa asnjë prej neve nuk kemi bajna xhamin. Në parim xhamia do të mirëbëhet në mënyrë vullnetare. Sevap i madh është me pastru xhamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është një hadith për koha pa jes nuk e di edhe sa kemi kohë se të na ngut neve tash. Po ka një transmetim se një person e ka fshi xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ka mungu pak kohë, pejgamberi ka pyet për të, ka thonë smut, ka thonë se vdes mos gabon varros pa më thirrmu, dhe ka vdekur pejgamberi ka qenë fjet thuhet natën, në transmetim tjetër ka qenë fjet ditën, ju ka ardhur me thirr pe gjumin, janë prish gjumin e kanë shtin dhe kanë fal xhenazën. Pejgamberi kanë çka bë me të kanë vdeq. Ti vdeq, kam thonë më tregu po. Dhe shku kanë çonu, shku me disa shok të vorri dhe ja ka fal. Cëllë vorri që kë dhe ka fal namazin e xhenazës. Shaj respekti që e pastroj xhamin. Që është kujdes për xhamin. Që kujdes për xhami. Ose sevap e madh kujdesi për xhami. Nuk është nivel duhur natyrisht, por inshallah me kohë gjërat përmirësohen dhe veç kanë filluar natyrisht. Po më duket këto pak vitet e fundit më shumë po ka kujdes në pastrimin e tyne. Për ndryshe në përgjithësi ende mbetet stata jo e mirë. Për ballë xhamive në Maqedoni, për ballë xhamive në Kosovën Lindore e mos flasim për ballë xhamive në Turqi. Ko ymrit shtohet tamam shtë populli me hynë xhami. Vere se ki flat, dimrit e ki nxet, ke ujna për banjit, ujt ngrëht në banjo, çdo xhami pajisën Allah i ndëroft me banjo, era i vjen parfum, arome mirë. Këto janë senet mira në xhami që kanë nevojë me përgatitin terren të mirë në xhamatit. Të Hoxhë, dhe diçka që ja vlen të cekët është rëndësia për roli xhamive në kohën e luftës fjallosh për në Kosovë. Kemi pa shumë xhami që janë shfrytzu kur ka pas viktimat në vende ndryshme, për shembull një ndër to ka qenë edhe në masakrën e Reçakit. Domethënë kanë pas një rol edhe në kohën e luftës në Kosovë. Xhamiat kanë rol gjithmonë. Roli i xhamive kur nuk është mohu, por është minimizu. Është minimizu. Për shembull, sa plot xhamia këti, plot xhallar, gjithandej. Është një xhamë e falë. Edhe ata sa ma shpejt me kry. Po mirë, qaj hod, qaj ma. A dinaj se xhamia ka ma shumë obligim ndaj saj, ka ma shumë do të kushtohet rëndësi, apo mjafton me kaq? A dina se din? E din sigurisht e din, s'bëhet pa ditë imam. Ka parasysh. Ka parasysh, andaj pse pra nuk e, pse e lën me kaq? Bile, ka xhamia shumë të cilat hapen vetëm një herë në javë. Sidomos në fshatra. Vetëm në herën javë, ka që ke punë shumë. Pra roli xhamive ka qenë gjithmonë, për ka duke minimizu. Para luftës, xhamiat kanë qenë edhe vend të bim edhe e partive politike, atër ka qenë një parti politike. Atër është, unë kam qenë në gërbet, por si pas asaj informatave që i kam po, informatave kanë qenë të bimet ndryshme, të degëve të ndryshme, që marrën politikën se me problemet e Kosovës të asaj kohë, kanë qenë vend takimi edhe qykës në shumë vende, të fillu nga Bajram Curri në Tërpoj atje. One më kujtohet, tash ma kujtove të shkujsha në Koshar dhe në Ala në Tërpoj. Se njerëzit nuk e din shumë herë, Tërpoja është edhe zonë, po Tërpoja është edhe një fshat. Dy janë Tërpoja, po Tërpoja është fshat, njëherë si fshat. Por pastaj quhet krejt krahina Tërpojës. Ngrihet me Bajram Currin si mini qytet i vogël, si qendër e qasaj krahine. Dhe të ngjit Tërpojë në të nalën pak, është tërmbushur më shtarë të qykës. Është tërmbushur më shtarë të qykës. Jashtë të borët e mrena, në xhamije plot. Deri tek vendet në xhami plot në për Kosovë. Xhamit e kanë luajtur rolin e vet, edhe do ta luajnë rolin e vet. Sa hini pjesë e rolit që është marrë, për shembull shkollat.
Për shembull shkollat kimie, fizike, gjimnaze, ku diun ekonomi e tjera tashmë nuk ka nevojë për xhamia. Kanë transferuar. Po sepse janë ndërtu objekte, vetë ka infrastruktura ka ecur, është zhvillu. Porque nuk do të thotë që xhamiat me mbet me ngel vetëm me xhuma. Ka xhamia, disa xhamia në Kosovë, ku bëhen edhe sot kësaj dite pajtime gjatë qeventës, një prej tyre xhamia në Shqipëri për shembull. Janë të njohura për. Po të njohura, po lutem. Edhe kështu më radhë xhamia tjera, dohet më. Ku po shkojnë më takon kafe, në xhami takona, sa të bereqeti e Zotit. Atë drejtë më larg, shejtani më larg. Se të shejtani më larg, punë të kena më mirë. Po çfarë shpëlef? Amen. Të nderuar shikues, bëjmë një pauzë të shkurtër dhe pastaj rikthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni ku i presim pyetjet e juaja. Të nderuar shikues, rikthehemi në studio për të vazhduar me tutje me pjesën e dytë të emisionit Rruga e ndriçuar me profesor doktor Shevçet Krasniqin. Edhe më tej jemi drejt për së drejtë dhe linja telefonike nga ky moment është i hapur për të gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë e këtij emisioni. Mundësisht pyetje rreth emrave dhe rreth ëndrave mos parashtroni. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj. Atëherë Hoxh, kalojmë tek mesazhet e shumta, tek mesazhi i parë për sonte, thotë selam aleikum. Nëse jep dikujt pare hua pra borxh dhe ata nuk t'i kthejnë, a ban që me ja fal çdo pare? A konsiderohet sevap? Bismillahirrahmanirrahim. Me një familje që s'pja kthen. Pikës pare, dhënia dikujt borxh është sevap i madh. Pse njeriu kur lyp borxh është në hall. Ka nevojë. Përkundër kur lyp limosh, ka mundësi në hall, ka mundësi ka bërë zanat. A borxh nuk ta lyp për zanat, jo vetëm për hall. Pastaj, me shliru njerin kur në hall, sa o sevap sa dush, kur musht. Por që ka ndodh, ati ketësohet stata, gjendja dhe s'ka mundësi me të kthy. Në këtë rast është e preferuar fetarisht mja shty borxhin, afatin, dhe mja zbrit. Sa me ke borxh 10.000 euro, a diçka, për të shtyr një 5-6 muaj edhe 8.000 me jep, për shembull. Ose me ki 500, 300.000. E mirat mirës, nëse ti je në gjendje të mirë, dhe nuk në gjendje të mirë, falja krejt e burë. Në herë ke dha borxh, dikur thot qarë, shëqa, në gjendje se ke të mirë, unë ti fali krejt, kaq. Kjo është me mira. Allah shpëlbeft, kemi telefonatën e parë për sonte, në kuadrojmë, alo? Alo, mi mama. Mi mama. Kam në finë që home, jesë, a di që janë dyrajt bashkë, rinë, në robel dikosh që thot, në sënë e ka thos banë me nësë, jasë o i holë, në fëmijë në nani, jasë i brotë, apo në kofër që të njerë që të ishën dyrajt i lazojnë. Falimdaj e që. Sa së marrë veshë? Të lutem, nëse ka mundësi një, sepse nuk për dëgjot të dhash Unë së pasër. marrë veshë sen. Kam në finë që njerë që ishtinë, atë janë dyshu o krynë banë. Dhe dhe dikush që do të më sërë me taj, dhe ja gjenjë në jezër. Apo në kofër, për adonja, dalin të imoni që ishtë njërës më lagunë, më lonë bashkë me ne. Në regull, pa, Falimdaj. natën e mirë. Unë marrë veshë? Nëse ndërhyn dikush mes dy shokëve, dy njerëzve që rinë afër dhe thotë mos rri me këta, për arsye ndryshme. A ban kufër këtë çështën thotë më. Jo, astaghfirullah, diçka do të thotë definicioni e kufrit, o musliman. Nuk dilet kallaj njeri për dinit, kufër dhe Muhammed dalë për fesë, nuk dalë njeri kallaj për fesë. Ajo është pjesë e ahlakut, ahlak nuk qëtë për dinit. E ahlakut, e etikës, e karakterit, e karakteri ullët. Tepër, por me gjitha te. Kufër zëban. Jo, kufër e se, por me gjitha te, nga njerë mund tjetë me ven. Qysh, për shembull. Ti njeri besu shumë. Tonë me besan. Je i shkret, i hambel, i dashtër të njerëzit. Ta afrohet një dilëngji,
A unë e një ato që e dilën gji. Një bindur. Po jemi pëse një më ti, e një fort mirë. Dhe unë e di që a i tyje të kesh përdorë. Për interesat veta. A të qëpën kur thatë kesh përdora. Dhe nuk të ka hije ty më najtë me ta. Ose gjeset e tina. Dhe tini larë për burë. Dhe kjo vjen thotë burë. Ajo është vrasës. Kriminal. Ose ku ta dijune. Më sërë me ta. Kjo që vetë këshilë. Anë pse këto do të me qenë ma botë. Me rujt ka pak shëjtrinë atina. Me thonë që që, pa e cikat e të metar për me thonë, qaj njeri nuk e përshtatshëm për ty. Dhe të të me marrë vesh. Nuk e përshtatshëm. Kjo nuk qëtë për dinit, kjo është këshilë. Po. Atëherë kemi telefonatën e radhës, si në kadrojmë, ala. A dëgjojmë telefonata? Alo? Po. Salam aleikum. Aleikum salam. Po i përshëndes juve dhe hoxhën doktor Shefqet Krasniqin. Po. I kom dy pyetje. E para pyetja është baba im në Saradovite smun prej një limze dhe asë një doktor s'ka mujtë me nimu as pak jetë. Tani në kanë thonë si familjes për me shkutë një hoxhë. Dhe tani baba im qaj hoxhës, a i nësë hoxhë është tjeka shmë të dhja kon hoxhë dhe ja kanë shkru një hajmelit të madhe me Kur'an, ashtë raj dhe i ka jep dogur prej qabës me u të mu, ashtu i ka thonë babës dhe shmë të dhja është e vërtit. Dhe baba im ashtu i ka mund. E ty që ime është është ajo në regull, apo nuk është e lejuar që të një shumë sene që muslimu është nuk banë, nuk është me frije islame. Dhe e dyta pyetje është holla jeme, ajo mendon që ajo është analfabet. Tu as me lidu, dhe mendon që di me lidu Koranin dhe i vetë që është të fort dhe nuk i vynë namazi. Unë e di se profeti jonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ai vetë ka folë dhe ka thonë të njerëz që me thoi namaz mos të lanë. Dhe një qëfirë për këtë. Dhe dua të tregoj se baba im të shfolet dhe na familja folë. Nëse bën një këshirë, falënderit shumë. Në vull natën e mirë. Allah të rujtë, elhamdulillah që familje që të falet, gjithë të falet baba, se për këtë asaj hajmali unë nuk e kam qartë, natërështë nuk u zëj të para gjikoj nga këto, se mu i me hinë hak njerëzve. Është mirë gjithmonë se regulli për gjithë shumë, pa specifiku. Kur keni nevoj me shkue, me bo rukje, me shkrua, po me fryja, po qaj, që është dush qune, nuk është më rëndësi, me gjithë do t'jem do një hoqë cilë është i njofur si hoqë, jo rrugaq. Hoqë, pas kohë namaz. I njohër për dëveçërin e tina, i njohër për ahlakun e ti, etiken e ti, i njohër për shkollën e ti, që ka mësu. E një fenë. Ndërsa saj për këtë qikës të halës, apo që ka patë e te? Halë, ta ishtë. Apo halë që pretendon se dëne Koran, ku ta diun, dhe se s'ka nevoj më falë, halës që mas pash nevoj më falë, halë më s'u falë. Prevoj që shpa të delë, prevoj halë. Pse s'pa thot hala nuk ka nevoj me huar bukën se kam punë të mirë me Zotin, e s'kam nevoj me huar bukë heqë, nëse manë Zoti. Pse s'pa thot? Pse? Po shëtë prallë atje nuk kam nevoj me falu nëse ju ka ndeje këndeje. Edhe shumë mirë thati. E pejgamberi Zotit sallallahu aleyhi wasallam, kush e pat lidhjet me Zotin më mirë se saj, kanë e deshti Zotin më shumë se sa pejgamberi Muhammed aleyhi salam. Andaj, pse Zoti ati nuk e tha më së falë ti më lodhë, ti bile më së lodhë, te kemi tu zotni, pse nuk i tha? Por i tha të kundërtën, wa abud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin, vazhdo të adhërosh Zotin deri sa të vdesësh.
Dhe tha që natën fal namaz. O më në lejli të hëgjed, nafileten leke. Që edhe natën fal namaz. Ja il mudaththir qum fa anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa ar-russ fahjur. Që يا المزمل قم الليل إلى قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شوف هذا natën namaz. Ta natën, ose shumicën e natës, për ata shumica e ulemave kanë thënë se namazi natës ka qenë farz, vajib, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra natë namaz, ditë namaz. Pse ledhat shumaj? Pse nuk e tha Zotit ti për shos kine vej më lovë? Pra kur Allahu azza wa jall nuk e përjashtoj nga namazi robën e tij më të dashur. E kush jemi edhe ti? Kush jemi ne? Apo më ditë kush jemi ne? Ai personet që thot se unë kam zemrën e mirë, apo unë kam ku ta di unë, ajo është i mashtruar me vetveten e vet. Ka vetë pëlqim ekstrem të madh. Ka hi vetë janë hojë thot populli. Dhe mendon se o dikushi. Po në realitet nuk është ashtu. Zoti drejtoft hallën tonë dhe tani drejtoft Zoti. Po. Atëherë inkuadrojmë telefonatën tjetër të radhës. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Do shta me më kalzu doktori për qyshe shef feja qiftet që kanë diferencë 12 vjeqare edhe a ka shumë sa a pëlqet, a nuk pëlqet të anës fes. Allah ju shpërblet. Amin. Natën e mirë. Qa tha? Çiftet që kanë diferencë për shembull 12 vjeçar. S'ka behane. S'ka kur gjithë keqe fetarisht. Pa më parasysh cili është para ose nuk kemi të drejt ne fetarisht me përkufizue moshën kurse ka përkufizue Allahu dallimin mes njëri dhe tjetrit. Ja. As për nga anë argumenteve fetare, e as për nga anë praktikës nga vetë pejgamberit dhe shokët e tij. Alayhi salatu wassalam. Pejgamberi Zotit ka marrë gruan shumë atë vjetëraj saj, sikurse Hatixhen 15 vjet më të vjetër, por e ka marrë Aishën shumë më të re pastaj. Dy skajet. Edhe kanë vazhdu njerëzit, muslimanë dhe jo muslimanë, katëran të botës, kanë vazhduar, edhe sa të vazhdojnë. Teknika qenë hoxhë pak e njohur, domethënë kjo çështja e moshës me kanë gruaja para burrit. Ka qenë teknikë se tradit, po ka qenë teknikë dhe nuk ka të keqe këto për diçka. Në një femrat plaken më shpejt se sa burrat, për shkak të lindjeve, për shkak konstruktit që ka kriju Zoti si trup. Në ndë, burri është për gru dinës të mdekes. Gruja nuk ka për burri dinës të mdekes. E din të tangët. Po. Në 3, tash gana psikologjike këtu ma shumë ka. Po tjetë gruja me e madhe, e ta i shqybër tjetë grusë. Kërë thotë një me e madhe se ti. Mentaliteti shqiptarë të këne ka qenë, se burë është e qikullët, bëm, më shëta olinës. Dhe tjertë, zëtë shpije i kanë thonë, kështu, i zëtë shpije se filani. Gruja e pasën burën, i bëni tatën nga burën. Mja një mu kësaj ma shumë, këti respekti dhe me qenë sa ma harmonik, me qenë gruja meri. Se kërë gruja meri, të nështë psikologjia e femrës, se kë maj vjetër, e maj vjetër din ma shumë. Maj vjetër duhet respektohet. Po pra, por për ndryshe, dhe këtë s'ka gjithë keqe, por për ndryshe, nëse thehet kjo, dhe gruja del tjetë me vjetër se burri, fetarisht nuk ka gjithë keqe. Për neve parimisht, ne si jurista, po si në kandin shariatik,
Ne jemi të interesuar, po feja më mirë me thonë, është interesuar në maksimum bëndshmës që çifti bashkërtor të jetë i lumtur. Tek ne, një herë kurora do të më qenë plotësuar, kushtet do të jenë të shëndosha, kurora e shëndosh, dhe nëndë mëse të bëhet kurora e shëndosh, për neve boshti krejt kësaj është harmonia mes atij çiftit. Pastaj vin tjerë. Tjerat për neve nuk kanë problem. Për ata ne gjithmonë neve na intereson anë të lumtur mes veti. Nuk na intereson neve cili më i bukur, cili më i bukur ka pe ta forma ka në fund dunjas atje, ka rasën tjetër, ka gjuhën tjetër, cili më vjetër, cili më i ri, cili më i shkolluar, për ato insane plotësuese se cili ka tiparet e veta, teket e veta. Por përmendësi është me qenë të lumtur. E sa djalë është i lumtur që ka grua më të vjetër, edhe sa burrë është i lumtur që ka grua shumë më të re, dhe kështu me radhë. Atëherë marrim telefonatën e radhës, alo. Apo ka ik telefonata. Atëherë pyetja e radhës thotë selam aleikum, një pyetje për hoxhën nderuar. Nëse nuk e jep çikën për një person, pra për një djalë që ka gjetë ajo vet. E ne prindet që ka gjetë, ku humbaj. E ne prindet nëse s'na pëlqen, a zhyna mi thonë çikët për shembull Allah si mirë, ose ka një të mbet vetëm që mos më lan me marr çika djalit. Janë veganiz vet. Janë veganiz vet. Kjo janë veganiz vet. Ta për veganizën vet, për ta pëndohen vet. Vet për fillojnë dhe vet për mbarojnë pastaj. Për ata shkorëzimi tek shqiptarët, veçantë tek në Kosovë, tashmë është bërë një dukuri shumë e përhapur. Përderisa deri në kohën e luftës ka qenë më i vogël nivel këtë Evropës. Sa për çdo vit është ngritje. Kjo është një problem social jashtëzakonisht shqetësues në konsideroj për mendimin tim. Ku sociologët, pedagogët, hoxhallarët, prindrit do të interesohen të bëjnë diçka. Sepse dikush mund të thotë po le të ndahen. Ti në parim nuk e ke keq kur thu le të ndahen, sepse me zërë shkan, dhe fundja kanë drejt më ndahen, ty shkan pas drejt më bashku. Por problemi nuk përfundon këtu, se me ndarja zgjidhën problem. Ata në fakt deri të ndarja ka ardhur pas një krijimit një problemi. Krijimi një problemi në një familje do të thotë me qitë qatë familjen pe binareve. Ata më nuk janë stabil, ata nuk janë më frutdhënës, nuk janë më produktiv për shoqëri. Për qatë kosa janë të shqetësuar, preokupuar me problemin familjar, dhe jo vetëm kaq. Por kur të rritet problemi dhe ndahet çaj çift, tashmë çaj shqetësim ka lënë të dy familje tjera, të familja e djalit dhe familja e vajzës. Dhe është gjënu rrethi i njerëzve që janë të shqetësuar, ndoshta gjumi natën si merr. Pse na lëshon neve çiken? Apo pse djali, pse çika nanal e tjerë dhe kështu me radhë. Dhe imagjinoni në kësa raste, nëse ndodhin me dhjetra dhe dhjetra familje, e qindra familje, kanë problemin preokupuar me problemet djalët e të vajzës, atëherë vetveti po kalojmë në një pikë jashtëzakonisht ndihshme ku është një fenomen tashmë po kalon, një fenomen shoqëri ku një pjesë e madhe e shoqërisë tonë në falë ka dush, sa i ka halët e veta, si me punë fukara Allah këtë azami, ku njerëzit me kanë që ka me hanë me pi. Që ka i fleti për politike, i fleti për hanë, për qile, për toke? Ka një halë matë Për e marat më zëngallë dhe pra Allah të kalë të shpengi barkin buk. Pra dhe ka probleme në grusë e qikjes, ku e në problemi thmive që është problem në veti pas taj. Pra shkorëzimi është shumë ju rejtun, pra ta dohet me pas kujdes shumë. Ku kemë, dojmë të shkorëzimi atje, që ka kemë për fjale... Ta në realisht kanë qenë endë të martum, ta janë... Po, andaj prindi, ka një për atë arsye islami, e vendosë prindin në një rol. Këq.
për dhënien e dorës vajzës. Dohet me pyet prindin, dohet prindin me dhënë dorën e vajzës. Prindi është ai i cili më së shumti dhe më së miri në dynjat kujdeset për vajzën e vet. Dhe ja dën më së shumti të mirën vajzës në dynjat. Përderisa vajza mund ta bëjë me eufori, mund ta bëjë me ngutime, emocione, mund ta mashtrej djalë bursa sa djali rran çika sa djali ky dynja i rran vajzat sot. E pastaj valla s'dul dhe sa ka ditë të rana, e se kom ditë, po i ka rajtë të tjera para teje. Tërhoq kemi telefonat, po i kadrojmë, pa më bërko, alo? Mirë Rama. Selam aleikum. Aleikum selam. Dishta me përshëndet të rëgjën. Po? Po? Me fujt me pas ma shumë që emisione për moral që na ka hup morali hëq, mas luftë që na ronë zero rës morali, e me mujtë të na televizionet e Kosovës me dalë me që emisione, na shtaj sholla këthejmë binarët ma të hershëm. Në regull? Allah që problem. Allah që problem, faleminderit për telefonatën. Edhe kom dëgju një natë në emision, a është në ato televizionin e prezrenit, a vesa e dyti njëne është haram me morë qike në ogjës për gru. Pa. Në regull, faleminderit për telefonatën, natën e mirë. Atër hoqë. Shqyqap, morali është baza e dinit. Nuk ka dine që nuk ka moral. Është jashtëzakonisht e dëmshme gjendja e popullit tonë nga ana morale. Pak në ngoj njerëzit. Në këtë fush, por ne duhet të flasim. Sa do vlla i madh i vogël, të tha televizionet, po jo vetëm televizionet, po me gazeta, me portale, me televizione, me qka ka për moral, mos vet heq. është çuditje punë. Qka ka të bëj një portal, apo një gazet, e cila është për informata, për lajme e tjerë, më qitë familja kërë që muatë. Apo me ditë, qka ka të bëj ajo. Po të atë në gjithja emnin, një të ati portali, që thënë aty në farë portaleve që mirën me sësene, edhe tani njerëzit që ka dojnë hinë që atë. Por jo një njerë serios, dënë që një lajmë dikon, fotografi faqet, por e atë që të faqet në zezat. Ka zëmë të mu qëfar komenti ka kjo. Kjo është likështije madhe. Zotën e drejtor. Kemi telefonatën e fundit për sonde, inshallah. Amin. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Ju përshëndet. Nëse më lejoni hoxhës një 2-3 minuta. Vitin e kalum jam taku me hoxhën në Qabe. Jam burimi, nobilisht jemi taku me hoxhën, besoj që më njef. Po. Kërkoj për hoxhës që këto ditë të intensifikojnë ligjëratat për haxhin, sepse me të vërtet unë e kum pas shumë paregullësi atje vitin e kalum. Do të thotë kemi pleq atje që kanë bet pa kry obligime, më thonë domosdoshme. Edhe jom zhgënyu shumë. Na trit për shembull dhe kemi kry me disa doracake me ndihmën e vllaznive atje. Mirë po kemi pleq atje që kanë vujt për rregulla atje të haxhit. Besoj që nuk e të prova. Selam aleikum. Aleikum selam. Faleminderit. Allah ta pas pranu haxhin ty. O të atyne që kanë bo haxhin. Unë nuk jam në këshillin organizativ të haxhit. Në asë nuk kam qenë që nga koha kur jem këthy këto, për ndryshe sa kam qenë student në Medinë për çdo vjet kam qenë në mesin e haxhive
bashkë me udhëhecit atëherë, se ndim si tyne, tonë kohën. Por pas jam këthy këtu, jo. Por me gjithate, lutëm dhe shpresoj që këto këshillat tua të vijnë apo të shkojnë në vesh të organizatorëve të haxhit. Njerëzve kompetent. Po pra, dhe është mirë që këtu me adresue në vendin e duhur, të përmen në Bilicin, në këshill në Bilic atje, qofte me një shkres, me një letër, qofte në Prishtinë, që të këshilla që i the, që të formë, që është vetëm se me i shkru. Gabimet janë të moqme, sigurisht, gjithkon. Mangësit janë prezente, gjithkon, nuk diskutohet. Haxhi është sani madh, është sani shumë i madh. Përmene pleqt. Pleqt në herë njët që kanë haxh. Njeri ju mane me të shkanë pra. Plakje në herë njët. Dhe shumica shkojnë në herë njët. Për atë arsye, dohet me qenë shumë i kujdesshëm shumë. Që haxhiut mos milon mangi kur gjon. O fjala mos milon mangu, haxhin tamam ja kry. Sepse ka sene të që janë të renditura, jo sunete, jo vaxhibe, jo farze, dhe sunete, së në krynë shka kalablako, shka kërëthanave, kushteve, por kur theme haxhin tamam, kemë për qëllim që janë farze dhe vaxhibet, e din haxhilartë. Jenë emanet, haxhit jenë emanet në qaftë të imamave të përgjithësave. Haxhia është emanet, haxhia është mësafir i Allahut, haxhit e mësafir të Allahut. Përgjithësat, kur shkojnë, i kanë misipër mësafir të Zotit. Çdo 20 apo 30 haxhi, mdoket 30, e kanë nga një udhëhec. Edhe ai udhëhec është përgjithë për 70 haxhi. Krejt që ka të bëjmë me ta. Deri sa të kthejnë këtë vend në vetë apet. Inshallah nuk ndodhë që ndonjë haxhi u mimjet ndonjë farz pa kry, inshallah Zot, sepse është e dhimbshme ajo punë. Është mirë që pasi është koha e haxhit, është mirë. Dhe për vete kam bërë ftesë edhe më herët. E inshallah që bojnë tash nisin. Do t'i mojt legjerata haxhive. Ata që janë shënu për haxh. Do t'i mojt legjerata. Qoftë nivel të këshillave, qoftë nivel qendror. Dhe mi tregu për rregullat e haxhit, për rëndësinë e haxhit, mënyrën e haxhit. Mi përgatit mënyrë psiqike, mënyrë ka pak edhe me një horim pajisje të tjerë. Allahu ja letoft të gjithëve haxhiva në mban botës që kanë vendosur më shku si vjetë, janë regjistruar, më rish në sharahat, më për në haxhin e më kthysh në shëmjë. Atëherë hoxhë nderuar personat e këto është fundi, faleminderit. Faleminderit që faleminderit ju. Të nderuar shikues, deri në ardhshëm, përshëndesim, selam aleikum.